يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I kabul këtë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Sot inshallah do të folim për një hadith madhështor në Islam. Dhe në të fund kemi folë për hadithin e parë nga libri 40 hadith Imam Nevovijut. E sot inshallah vazhdojmë me hadithin e dytë, I cili hadith njihet të dietar si hadithi I Gjibrilit. Sepse në këtë hadith përmend si ka Gjibrili alayhis salam te pejgamberi dhe sahabët kanë qenë prezent, edhe ja ban disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë hadith flitet për imanin, për islamin edhe për ihsanin. Çka është Islami, çka është imani, çka është el-ihsan. Edhe këtë hadith e transmeton nga Umayr radhiyallahu anhu. Thot Umayr radhiyallahu anhu: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin." Thot një ditë derisa rrinim me të dërguarin e Allah sallallahu alaihi wasallam me një mezhdes, ishin sahabët dhe pejgamberi alayhis salam. Thot idh tala'a alejna rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri. Thot u shfaq një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flukë shumë të zeza. U shfaq dhe me thonë pa pritmas, na doli njeri në mezhlisin ton. Pa ditë na senator dikushi, pa lajmëru, pa trokin dera diçka, veç na doli një njerë përpara. Thot la yura alayhi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Tek ai nuk dukeshin shenjat e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njehte. E kjo fjalia nuk u shifën në ata ndonjë gjurmë e udhëtimit, shenjat e udhëtimit, edhe askush prej ne nuk e njehte. Kjo nuk kupton se ky person ose është e xhinë ose është ndonjë melajke. Pse? Se ku thot la yura alayhi atharu safar, nuk u shifën shenjat e udhëtimit. Dhe më thonë, një s'ka udhëtu, se në Mekke në atë kohë, në Medinë, pak me pas udhëtu, me njërash, apo prej shkretires, apo ndë një gjurë me udhëtimin. Thotë, wala ya'rifu minna ahadun, edhe asë një prej një nuk e njeh, këtë dhe më thonë, sigur që ishte prej banorët të Medinës, dhe ta këshmi njohë, se Medina si ka pas 2 milion popull dhe mos më njohë me zvejtit. Dhe më thonë, për dërisa ne nuk e njeshmi, dhe më thonë, nuk është I Medinës, po për dërisa nuk është I Medinës, kësë shenjat udhëtimit nuk ka, pe ka na dur ki person. Thot hatta jalasa ila rasul ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Thot ai ul pran profetit sallallahu alaihi wasallam, I mbështeti gjunjët e tij, të pejgamberit alayhis salam gojtinoi afër dhe vendosi dorën mbi kofshët e tij. Tash ka transmetime tjera me këtë hadith se kur hin Gjibrili, do të thotë ky personi, se ne sahabët nuk e njohin, nuk e dinë se kush është. Pra ky personi kur hini I tha o Muhammed ata afrohem. Në çike transmetim nuk përmendet kjo, por në disa transmetime thot ky personi o Muhammed, edhe u habetën këtë, si po thirrë me emrin Muhammed. Do të thonë ka zbrita jetë me ku thot Allah Taala, o ju të cilët keni besuar mos e thirrni pejgamberin siç u thirrni me zveti. O filan, po thirrni me atë që a dërgu, o I dërguari I Allahut, o pejgamberi I Allahut, ja Rasulullah, ja Nabi Allah. Edhe këtu habetën. Disa dietarë thonë ndoshta mos ka qenë kjo ndodhi para se me zbrit ajeti I ndalesës. Se kur ka zbrit këtë ajeta ka ndaluar për sahabët me thirr pejgamberin alayhis salam në emrin me thonë o Muhammed. Po o I dërguari I Allahut ose o pejgamberi I Allahut. E disa dietarë thonë ndoshta mos ka kjo ndodhi ka ndodhur para se me zbrit ajeti. Po nëse ka ndodhur kjo ndodhi mas zbritjes së ajetit, kjo tregon se ky person që pi flet Muhamedi alayhis salam kështu o Muhammed, që ka ndonjë post, ndonjë gradë të lartë të Muhamedit alayhis salam. Nuk ka ndonjë person I thjesht. Ai thot o Muhammed ata afrohem, pejgamberi alayhis salam thot afroho. Prapi thot o Muhammed ata afrohem,
para pejgamberit alayhis salam, i thot afro, desht afro te pejgamberi alayhis salam, ulet dhe gojët e tij nën afër gojëve të pejgamberit alayhis salam. Edhe durët e tij i nën te kofshët e tij, me një transmetim thotë kofshët e pejgamberit alayhis salam i kanë. Edhe këtë kjo pamje, kjo skenë tregon se si duhet me qenë kërkuesi i diturisë. Inshallah, se sonte sigur se ne krim këtë hadith, bana këtë ditë rinat 4 duhet me fol për dobit e këtij hadithit, po mas jemi te kjo pjesa e parë, me tesha të bardha. Domethënë është e preferueshme dietar thonë, bile transmetuar për Imam Malikun në librin e tij Muwatta, thotë dëshira qefi jam shumë i madh është ta shoh një lexues kur është i veshur me tesha të bardha, domethënë tesha të pastërta, të ulet para xhamatit, para njerëzve me tesha të lame, të bardha, të bukura, se pe lexon Kur'anin ose hadithin ose po shpërndan dituri. Thotë qefi jam më i madh është ta shoh lexuesin që me tesha të bardha. Flokët e zeza, domethënë flokët e zeza duhet më konë i ri, apo? Sa është i plakse, shi, na i kena bon do vete bardhëzik na nisë më bon. Kjo shka në kupton se dituria kur mirët në rini, shfrytëzoj rinin para se të vijë pleshnia, merr diturin kur je i ri, se kur je i ri, ma mundesh me majt mend, ma mirë i kupton senet, ma mirë mund me praktiku senet. Edhe pleshni nuk ka zhvuar, kur nuk ka zhvuar, po kur ma mirë në rini. Mos e kalo rinin na për rrugë për mi rrugë, e pastaj kur të fillosh mu dobësu, kur nuk të pranojnë më na për dovejnë, hajt tash për drejtona xhamis, për drejtona diturijës. Edhe atëherë prapë themi, nuk është vonë, por më mirë i ri. Kur je i ri, kërkoj diturinë. E me këtë pamje Xhibrili alayhis salam ju tregon sahabeve, jo vetëm sahabeve, po ummetit të Muhamedit alayhis salam se këto janë edebi, edukata e kërkimit diturisë. E parë i ri, kur je rini kërko diturinë, kur të shkosh me një mezhlis veshur me tesha të bukura, sepse i thorë në xhami janë mezhlis të hajrit, mezhlis ku zbresin me lajket, mezhlisin ku zbret mëshira e Allahut. Në për restoranta dhe me shku në për darsma, gratë më të ndryshe kanë sa pregaditën, disa. Shumica e grave i kanë ka 3-4 orë, 5 orë, ati mu pregadit, po edhe burrët kanë nistash, ati po ka 1-2 orë para pasqyrës, mu vish, mu ndrysh, ku po shkon në restorant? Kush po qef gjali hallës, gjali dajës, gjali tjezës, familja jote kanë me të po? Ku të vend xhamia, për me zhliset hajrit, në për fjesa islame, në është të pak si shkallavin, se s'ka gajle. A Xhibril, ku i të shku? Në xhamie të shku, me një vend ku adhurohet Allah, me një vend ku zbresin me lajket, me një vend ku zbret mëshira Allah, me një vend ku zbret sekine, qetësia, rahatia. E ja ti mu vesh, e mu me të ardhë era mirë, e mu rregullu për në xhami, ja kun tjetër. E këtë tregon Xhibrili alayhis salam, do të thotë pamja, sjellja e Xhibrilit alayhis salam, që u mësoi Islamin ummetit Muhamedit alayhis salam, edhe me pamje, po edhe me vepër. Jo vetëm me duke si duket, po edhe me vepër se si duhet me qenë një kërkues i diturisë. Thot hatta xheles ila nabi sallallahu alaihi wasallam, urte pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." O Muhammad, më trego për Islamin. Çka është Islami? Pejgamberi alayhis salam i tha: "El Islamu", kur i thotë el Islam, Islami është, nuk jap tash kuptimin gjuhësor, po direkt pejgamberi alayhis salam jap kuptimin sipas fesë, sipas Islamit, çka është Islami. Se na dim fjala Islam al-istislam, dorëzim, nënshtrim ndaj Allah subhanahu wa taala gjuhësisht. A në Islam fjala Islam, sipas dietarëve, sipas hadith pejgamberit alayhis salam është an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahun dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Wa tuqima as-salat, ta falësh namazin. Wa tu'ti az-zakat, ta jepësh zakatin. Wa tasuma Ramadan, ta agjërosh Ramazanin. E dietar thonë këto masin hadith përmendet wa tasuma Ramadan, ta agjërosh Ramazan, do të thonë kemi drejta mi thonë Ramazani. Hiç pa përdor fjalën muji i Ramazanit. Se kur thosh Ramazan kuptohet se është muji i Ramazanit. S'ka thon pejgamberi alayhis salam wa tasuma shahr Ramadan, ta agjërosh muajin e Ramazanit. Po ta agjërosh Ramazanin. E kjo çka nuk kupton muajin e Ramazanit. Jo një ditë, 3-4, çfarë apo e njohur kjo në Islam, pra kur thosh agjërimi i Ramazanit kuptohet se muaji i Ramazanit. Se në gjuhën arabe thuhet nisan min bab al-iktifa, me kuptimin se mjaftoshme, është mjaftoshme. Por shembull ku thojmë për me Islam duhesh me thonë la ilaha illa Allah. A më duhet me thonë Muhammed Rasulullah, po.
Shpesh për disa hadithe përdoret me thonë la ilaha illallah, me thonë nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. E kanë thotë se kjo mjafton. As apo e njohur në Islam kjo dëshmia, ku thojmë dosh me thonë la ilaha illallah për min Islam, automatikisht kuptohet se edhe Muhammed Rasulullah, se nuk mjafton vetëm me para pa ditën. As e dita pa të parën. Edhe këto ku thot pejgamberi alayhis salam, "Wa tasum Ramazane", të agjërosh Ramazanin, do të thonë muajin e Ramazanit. "Wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila", dhe të krysh haxhin në shtëpinë e shenjtë nëse ke mundësi. E gjitha këto që i tha pejgamberi alayhis salam për Islamin, dëshmien, namazin, Ramazanin, zakatin, haxhin, këto nuk ishin vetëm për çat moment. Këto vazhdojnë për gjithmonë deri në ditën e Kiametit. Nuk i tha vetëm që tash Xhibrili se dha përgjigjen këtij personit, po thojna, nuk ja dha përgjigjen të agjërosh Ramazanin, të falësh namazin edhe u kri po ndalet më çdo. Jo, kjo vazhdon deri në Kiamet. Pra çdo kush që vjen, çdo musliman që vjen, çdo gjeneral që vjen i kanë obligim këto. Namazin, Ramazanin, haxhin, zakatin, nëse zakati dhe haxhi nëse e plotson kushtet, ka pasuri. Ama do të thonë këto obligime, këto pesë shtyllat e Islamit vazhdojnë deri në ditën e Kiametit. Në bas hadithi tjetër, bunjel islamu ala khamsin, Islami është ngritur mbi 5 shtylla. 5 shtyllat kush janë dëshmia, namazi, zakati, Ramazani edhe haxhi, këto janë 5 shtylla. Pastaj kur e marron me këto shtylla, sa më shumë pastaj bën punë tjera të mira, këto shtylla ti forcon edhe më shumë. Nëse njëri e hek me këtyre 5-ve, do psohet apo ajo shtëpia apo nëse ja hek ditën hala shumë më shumë vetëm çka do psohet. E për këtë 5 shtylla është Islami. Pastaj çka të bësh rreth asaj, ato shtylla ti forcosh, është edhe më mirë e forcon besimin tënd edhe Islamin tënd. Pastaj Xhibrili apo ky personi i thot sadaqte. Ke thonë të vërtetën. Sahabët thanë, Umar radiallahu anhu thot, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Thot në u çuditëm nga fakti thot se edhe pyet ke pejgamberin alayhis salam edhe ja miraton të përgjigjen, ja pranoj ke përgjigjen. Thotë mirë thave. Se normal kur pyet, domethënë nuk e din. Njëri kur pyet nëse çka nuk e di. E thotë tu habetëm me këtë se pyetja ti tregoj se nuk e di ke. Përgjigja pejgamberit alayhis salam dhe kiku i thotë e thot vërtetën, po tregon diçka tjetër se ki pe di. Domethënë sahabët më atë si më thon astenaton se katon, ai të di as si të di. Pyetjen pe ban sikur nuk e din, pastaj pe vërteton pejgamberit alayhis salam, kjo tregon se ti jetë e di. Thotë u habetëm me kën. Pastaj vazhdon dhe i thotë akhbirni anil iman, më trego për imanin, besimin, çka është besimi? Thotë pejgamberi alayhis salam, an tu'mina billah, të besosh në Allahun, wa malaikatihi, melekët e tij, wa kutubihi, librat e tij, wa rusulihi, të dërguarit e tij, wal yawmil akhir, ditën e fundit, ditën e gjykimit, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, dhe të besosh në kaderin, caktimin e Allahut, qoftë e mirë apo qoftë e keqe. Pra ajo që na duhet neve, se caktimi i Allahut nuk i thot i mirë apo i keq. Se cilësia e Allahut, caktimi i Allah. Ama kjo që na ndodh neve, në mirë apo një keqe, duhet ta pranosh, ta besosh se është me caktimin e Allahut. Pra gjithçka që ndodh këtë botë është me caktimin e Allahut. Mbas të hadithit, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, të besosh caktimin e Allahut, qoftë e mirë apo e keqe. Kjo çka nuk kupton se gjithçka që ndodh këtë botë ndodh me caktimin e Allahut. Se s'ka këtë botë kia ose mirë ose keq. Në me thonë, e mira dhe e keqja ndodhin me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto i tregon 6 kushtet e imanit. Nërë ishim 5 shtyllat e Islamit, tash 6 kushte e imanit. Besimin në Allahun, me melekët, librat, pejgamberët, ditën e fundit, edhe caktimin e Allahut. Qoftë e mira apo e keqja. Pastaj thot Xhibril alayhis salam, thot sadaqte, e thot vërtetën. Pastaj thot akhbirni anil ihsan, më trego për ihsanin. Tash fjala ihsan në për libra shqip ku ja përkthejnë thonë bamirësi. Nuk i vjen bash aty bamirësi, po tash ku ta tregojmë pejgamberi alayhis salam çka ka thënë për ihsanin, atëherë dim bash kështu saktë ku ka pas qëllimin për këtë fjalën, nëse e përkthejnë në bamirësi, thot fa akhbirna anil ihsan, më trego çka është el ihsan. Pejgamberi alayhis salam i thot en ta'budallaha ka'annaka tarah
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Të adhurojsh Allahun, pra ihsani është të adhurojsh Allahun sikur je duke e parat. Edhe pse ti nuk e sheh, ai ti të sheh. Pra kur ta bësh namazin, ta bësh agjerimin, ta bësh një punë të mirë, ta bësh sikur je duke e parë Allahun. Edhe pse ti nuk e sheh, edhe dim se na nuk e shohim Allahun këtë botë. Ama do të dish se ajet ti janë të parë. Për me afru pak, do të përngjasur kështone, po për me afru me kuptu pak më lehtë. Para menotin nëse i të bën punë, shembull të puna ku je, kur patroni, çe ban punën? Ai patroni këto mënohesh këtë me aset ta baj sa më mirë punë apo. Apo është mbreti, para mbreti të bëni punë, si e ban atë punë, sa të mba mbreti. Apo para prindit, apo para kujt diku një përgjegjësin e ban atë punën sa më mirë mundosh ta bëj. Pse se ato mba. Edhe adhurim kur ta bësh për Allahun, bane sigur si je duke parë Allahun, edhe pse ti nuk e sheh, di se ai ti janë të pa. Pra çdo punë do të bëhet për Allah subhanahu wa taala. Kjo është ai kulmi i bamirësisë. Kjo është ai al-ihsan. E këto ishin tre pyetje që ja boni Xhibril alayhis salam, Muhammed alayhis salam për më mësues sahabeve Islamin, fejen, dinin e Allahut dhe gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i tha, ky person thotë fa akhbirni ani s-sa'ati. Më trego për kiametin, ditën e gjykimit, kur ndodh ajo? Kur ka më bon kiameti? Pejgamberi alayhis salam jap një përgjigje edhe këtij personit, edhe sahabeve, edhe gjithë njerëzimit deri në ditën e gjykimit. Kish mujt pejgamberi alayhis salam me thonë, nuk e di. Edhe për më nuk e ka di. Edhe s'e di kurkush për Allah. Ama çfarë përgjigje dha pejgamberi alayhis salam tha, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. I pyeturi nuk di më shumë se pyetësi. Pra asu nuk e di, po ti shejton pyet nuk e di. Se dhe që ta shti pyetje që thë që sadak, ta di? E thot vërtetën, do me thonë i ki ditë i këto. Po kja orë me mësu këti i qire. A më për kiametin tash, pejgamberi alayhis salam nuk i tha, nuk e di edhe më nartën, po i tha, i pyeturi nuk di më shumë se pyetësi. Asë nuk e di, po ati që po pyet, pra ati i e Xhibrili, pejgamberi alayhis salam e ka njohë. E ati pra o Xhibril nuk e din, asë nuk e di dhe kur kushi do me thonë, me këtë përgjigje kjo nuk kupton se kur kushi nuk e di kur dita e kiametit. Atëherë vazhdon Xhibril alayhis salam i thot fa akhbirna an amaratiha, më trego pra për shenjat, kur bon çfarë shenja ndodhin para se me ardh kiameti. Pejgamberi alayhis salam thot an talid al amatu rabbataha wa an tara al hufata al urata al alata ri'a ash-sha' yatatawaluna fi al bunyan, thot kur robëresha të lind zonjën e saj. Një grua e cila është robëresh dikon, e lind një vajzë, e vajza pastaj bën zonja e kësajna. Inshallah që la nota i spjegojnë këtë këto. Dhe thot, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan. Thot dhe kur të shohësh të zbathurit, të zhveshurit dhe fukarat, barinjt e deleve, të garojnë në ndërtimin e ndërtesat e larta. Këto ka ndodhur. Që kjo për shembull kur robresha ta lind zonjën e saj, moti ka ndodhur kjo. Kur të zhveshrit, të zbathurit, fukarat, shkret, ato shkretinët, në vend një ku kanë bën gara kush po marron ndërtesa më të larta. Shembull më të qartë se Dubai në Kuwait. Para 50 vjet, 60 vjet, ja, që s'ka pas kur gjë, 50-60 vjet. Këshire, çka bën atë? Këshire për shembull na për Mekë, ai sahatët e hoteli që amëru mas qabës. Qabë ka mbet një kaqure hoteli sa është i non. E për ato e ka pas fjalën, ato janë për shembull barinj të dele, kanë qenë të zbathur, kanë qenë të zhveshur, gati të zhveshur, kanë qenë të varfër, e këshire sot ku kanë marrin. Kjo është prej shenjat të kiametit. Tash amir, ka sa amir diçka tjetër është, ama prej shenjat të kiametit. Edhe thot Omer radiallahu anhu, thumma intalaqa falabithtu maliya, thot pastaj personi u largua. Hala po thot Omeri personi, se nuk e di kë kush është. Thot personi u largua, thot po unë diçka mrenda, si më thonë, hajke dëshna me ditë kush janë kë. Se në momentin, në këtë moment Omeri thot me një transmetim tjetër tregon se thot ndol një punë dhe dola me kry një punë edhe pa pyet pejgamberin alayhis salam kush ishte kë. E kur dol Xhibril alayhis salam, pejgamberi alayhis salam ju tha sahabëve që thot a ditët kush ishte kë? Than Allahu Rasula a'lam, thot Allah i dërguar ti e din, thot që ishte Xhibrili, erë që u mësoi juve fenë e juaj. Dolën sahabët jashtë minja pjati mexhlisit ta kërkojnë Xhibrilin, edhe nuk e pa, nuk e gjetën.
E të pejgamberi alayhis salam thotë me kur u kthevëm, tha pejgamberi alayhis salam, Omer thotë, a di kush ishte ai personi që mi bën këtë pyetje? I thotë Allah dhe i dërguar ti e din. Thotë fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum, ai ishte Jibrili erdhi për t'ju mësuar fenë juaj. Pra prezenca e Jibrilit ishte këto për më mësuar juve fenë juaj Islamit, se çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, e çka është komplet feja. Krejt se në çka i bën janë brenda këtyre. E për këtë dietar kanë thonë që hadithi pejgamberit alayhis salam përshin që hadithi pejgamberit alayhis salam është ummus sunne. Sigur Fatiha që është ummul Kur'an, nona e Kur'anit, pra baza e Kur'anit, temeli i Kur'anit, se këtë çka vjen mas el-Fatihas, këtë ka përshin surat el-Fatiha. Do të thotë çka përmban mas Kur'anit. Tash na lexojnë na duket se hoxhosh çish el-Fatiha këtë Kur'anin. Po këtë të hish me zbërthi e kupton se këtë çka vjen mas Kur'an, bazën e el-Fatiha. Edhe ki hadithi pejgamberit alayhis salam thonë dietar, edhe ki janë sikur el-Fatiha për Kur'anin, ki hadith është për sunetin e pejgamberit alayhis salam, nona e sunetit apo baza themeli i sunetit. E lutim Allah subhanahu wa taala që na i pranon adhurimet tona, lutjet tona, na shton diturinë të veprojmë me atë që mësojmë dhe ta praktikojmë dhe që mësojmë të tjerëve. Inshallah notë të tjera vazhdojmë me shpjegimin dhe komentimin këto më në detaj të këtij hadithi. Me të vërtetë është një hadith madhështor dhe përmban shumë mësime dhe udhëzime për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin.